Kryetari i veteranëve të PDK-s, ky Ngucati, pas ka reagu apet, pas ka thonë që mos se i përdorni simbolet e UÇK-s në protestën në Tiranë. Tu menu, thash nuk i ka keq, e ka mirë, se me bo mira nërmen e Tiranës, vjen ai ta hjek ta shkel qysh e ka shkel në stadium me men kë Ngucati, kur ja heqke ato të UÇK-s në mur atje, e i zhveshke collak gjinën në për tribuna, kush kesh ma icën në UÇK, ja shkelke besa bes, edhe për tokë ja vgjujke. A për këtë reagimin e Ngucatit, edhe unë jam dakord, a din se ja Roma qase pisi është, vjen ai ta hjek, ai vet nuk guxon, po ishtin policien, ishtin ata njësi speciale, vinë ta hjekin, qysh e kanë hek në stadium, ta qesin për toke, ta përdhonosin, ta pluhnosin, gjithçka është në gjendje me bo ai Edi Rama. Ama edhe këta ishin që këta në protesta, këta veteranët e PDK-s, në krye me Ngucatin, këta patriota, t'ishin që baca, të i thonë atina ushtarit të UÇK-s, ti nuk e kon ushtar, ti nuk e kon, jo e shkon në Rusia, palekun. Tash vallaj patriota dhe këta, këta organizata veteranëve të PDK-s, të organizum ja këshin quk për i herë Edi Ramës një letër atje pe shtabit, direkt pe shtabit Kosovës që ai nuk është veteran. Thash këqëre, po punë të madhe. Me meshe me shpirt e mbrojnë Edi Ramën, se shka kanë me ta nuk e di. Pa është bre që kë Edi Rama që ja heki simbolet e UÇK-s midis stadiumit. Është bre që kë Edi Rama që ja vnali kongën e Shkurtefezës për atë Demjasharin. Është bre që kë që ja vnali, edhe nuk u qut as një fjallë me thonë. Ja shkyti flamurin e UÇK-s midis Shqipnijës, Edi Rama. Edhe hiç nuk protestut atër, as nuk qut në letra, në sana me thonë, jo, po, anena, knena, s'po di, me thonë dishka. Ja hiq, ketë në regull për juve. A pëse del një qytetari thjesht me një kapoq të UÇK-s, ose me një gjamper? Jo, reagoni për një herë. Ja, është interesant me juve. A kur vje puna me bo veteran të luftës, pat me Shehollin e Berat Buzhalin, këto shpritani heq interesant. Ose atë të bashin e pes, që i theken Nasimi, që i theken Akerej, ish edhe ai veteran, ai i supit, nuk ja di emnin e kum harru, po e kum pa në televizor. Edhe ai veteran ish. E shumë tjera, din që s'janë në ftyra publike, nuk ja thoj me emnin, po i dim sa të bashin e kini shti, jo, si veteran të UÇK-s. Sa parë jam marrë ato, baca. Përsa ata jo kini pas parë me bleka 200 hektar tokë, për ndryshe s'kishim mujt. Jo, mos me pas konë s'to listat 40.000 me shti ato, herët 3.000 mas pakti, po thamë 3.000, se mesatare e konë pej 3.000-ve me të ngjofshëm, pa e njoft a konë 5.000, po mesatare në zënë e 4.000. Bade men, 4.000 herë 40.000, sa parën e keni marrë. Baca. Jo, do të me mbrojt allaj, do të me mbrojt shumë që kënë. Se sa keni fitu për nëmën sajna, e sa keni vjedhë, vallaj jo të shpirtin do të me lanë për që kënë. Se bili jo ja keni pa hajrën mas luftës. Mas luftës, bane men, Fatmir Sheholli, veteran. Edhe, ani kur eshe me këta komandantat, Sheholli, në fotografi,
me Hashim Thoqin, krejt me këta tjertë, me ranë, nëse me Thoqin e kish pas prej her mas luftës, kur e kom pa, unë jam habit, po e kom pa 2011, vën, shqyqyr që se kom pa prej her mas luftës, adin, me ta gërdit krejt komandantin, po kom pa 2011 ato fotot e Fatme Shahullit. Tani kur ka dola i Thoqi për këta tjerë që dolen Hysen e shumë tjerë, tani u bon pak si normale, se edhe një farë komandante, adin, ku të rinë me komandanta, komandant Bash, s'ka ato, po, është me tarë kesh për këtyne njerëzve, adin, që dalin për shka da, edhe si veteran të luftës, nuk janë me popullin, po janë me një kriminel, me një hajnë si Edi Rama që ka vjedh Shqipnia. Edhe qohen këta mbrojnë Edi Ramën, e 4 milion shqiptarë ato në protest nuk bashkan gjiten me ta, po me çdo kush mënohen me mbrojt Edi Ramën. Kjo është e dhëmshme është. Po në tjetër anë, ku e kanë prun vetin, edhe tani po dalin, edhe po thojnë, valla, po na shajnë njerëz. Po normal që shajnë gjinja. Në ditë sotit, 4 milion shesh, edhe ti del e mbron në Edi Ramën, s'di çka pret. Nuk e di çka mundesh me priti ma mirë. Adin, është e pa kuptim që se pret diçka të mirë, nuk e di çka mundesh me prit ma mirë ti. Nuk je me popullin, i thu vetit veteran, i thu vetit ushtar, i thu vetit komandanti UÇK-s, edhe mos e përkrash protestën, të paktën kundra mos u ban. Le ata në ta bojnë, po jo ti me dal me mbrojtje Edi Ramën. Që to sene, se me kon neutral, që rrin neutral dhe thu unë, okej, në rregull, protesta është e popullit, nuk është e UÇK-s, edhe ama ti më qu e me mbrojt Edi Ramën, ja, që ta populli nuk ta fol kur, e për që ata nuk po i votojnë ma shumë se 10-12%, se 13, ato 7-8% i vjani vota, po votat reale i keni qasaj pari, ka 10, se votat biznisit janë, ato nuk janë votat popullit, janë njerëz të lidhen me biznisin, me deputetin, me partijen, që përfitojnë në emën partijës, se nuk janë votat të popullit që voten, valla pe du partijen, nuk ka. Nese me keqardhe, po ju tham këtyne, po e meritojnë me thonë. Ju përshëndes e respekt për krejt juve, që më ndjeqni edhe më ndihmoni, që videot e mija me shku sa ma shumë viral.